misionet të shtunën pritet që në Shkup që nga ora 13 të mbahet protesta për të kundërshtuar procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët tash sa vite po mbahen në Hagë. Protesta vije pas paraprakisht protestë të tillë u mbajtën në Prishtinë, Tiranë, gjithashtu u mbajtën protesta edhe në Europë. Për të diskutuar në lidhje me organizimin e kësaj proteste, në lidhje të drejtë për drejtë, kemi Bujar Dardishta nga Këshilli Organizativ i protestës. Zotri Dardishta na paraqitet direkt nga Shkupi. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Po flasim për protestën e cila pritet të mbahet të shtunën. Kemi pas edhe reagime në momentin kur u bë e ditur një iniciativë e tillë për një protestë në lidhje me UÇK-n, pati reagime edhe nga udhëheqësit shtetëror në Maqedoni, të cilët dolën kundër një gjëje të tillë. Duke pas parasysh të gjitha këto, si po shkon organizimi dhe a ka pas ndonjë vështirësi? Faleminderit për mundësinë që të shprehemi përmes unë si pjesë e Këshillit Organizativ për mbarvajtjen e protestës që do të zhvillohet me datë 13 ora 13 në Shkup, në sheshin Skënderbej. Deri tash kemi marrë të gjitha veprimet e nevojshme që në mënyrë sa më të mirë dhe më të qetë të jetë dita e shtunë. Nuk pajtohem me konstatimet e disave që mendojnë se ne do bëjmë ku me disa çfarë, ne do ta ngrijmë zërin tonë si qytetar, para se gjithashtu si shqiptar. Jemi në drejtën tonë, ne jemi këtu në shtëpinë tonë, në tokën tonë. Para se gjithashtu kjo protestë është protestë mbipartiake, ashtu siç ka qenë organizuar në Prishtinë, në Tiranë, në Hagë apo Strasburg, edhe këtu Këshilli Organizativ është e përbërë nga djem, të cilët apo respektivisht organizatat të cilët kanë dalë nga lufta, dhe ne si shqiptar UÇK-n e kemi të shejtë. UÇK-ja është sendi, fenomeni, ndodhia më e mirë që i ka ndodhur popullit shqiptar në shekullin e kaluar, e cila është kurorzuar me pavarësinë e Kosovës. Ne karshi procesit gjyqësor në Hagë nuk mund të rrim indiferent, për arsye se aty do të vendoset për dinjitetin e shqiptarëve gjithsesi të Republikës Kosovës. Ne nuk mund dhe nuk duhet të lejojmë si shqiptarë, as këtu në Maqedoninë e Veriut, as në Shqipëri dhe as në Kosovë, viktima të barazohet me agresorin. Agresori ka një emër. Ajo është ish Jugosllavia apo Serbia e sotshme. Sa i takon deklaratave të udhëheqësve politik këtu në vendin tonë, tham drejtën edhe nuk na bëjnë përshtypje se jo që mendoj, kishin pas menduar diçka tjetër, ndoshta kishin qenë të befasuar pozitivisht, por ato janë në punën e vet, në drejtën e vet, ne jemi në punën tonë, në drejtën tonë, kështu që ne drejtën tonë do ta realizojmë ditën e shtunë. Pra, po si po shkon në organizimi deri në këtë moment, cilat janë punët që janë kryer, e cila është pjesëmarrja që pritet të ndodhë, sa protestues sipas parashikimeve mund të jenë pjesë e kësaj proteste? Sa i takon aspektit institucional, janë të njoftuar gjithë organet kompetente dhe ato i kemi të përmbyllura. Nuk kemi hasë ndonjë vështirësi, për arsye se këtu ne jemi shtetas këtij vendi, jemi shqiptarë me nacionalitet. Kushtetuta na i garanton. Drejta e protestës, si me kushtetutë, si me konventa ndërkombëtare, është e drejta e garantuar dhe e lejuar. Këto drejta mund të kufizohen kushtimisht vetëm në dy raste, në gjendje lufte apo situatë të jashtëzakonshme. Një gjë e tillë në vendin tonë nuk ka dhe nuk mund të ketë pengesë formale juridike për ta marrë një protestë, për ta çuar zërin tonë aty ku duhet. Sa i takon pjesëmarrjes, t'ju them drejtën, presim me qenë pjesëmarrje masovike, për arsye se ndjesia e shqiptarëve është në kulminacion në kuptimin e procesit që zhvillohet në Hagë, ndaj herojëve tonë gjallë, ndaj çlirimtarëve tonë. Po, sa po ka mbështetje themi nga qytetarët dhe nga të gjithë ata të interesuar që të bëhen pjesë e organizimit të protestës, pra që të mirën me organizimin, të kontribojnë që kjo protestë të jetë sa më e madhe dhe organizimit të jetë në nivelin më të mirë të mundshëm? Thënë drejtën, ka një elan, një vullnet
pa parë gjë më sot, për të kontribuar në protestën, mbarvajtjen e protestës dhe secili qytetar, me ato që arriti të takojë brenda ditës, secili do ta jep një gur në kalan e quajtur protestë me 13 dhjetor. Kurse sa i takon tjerëve, tash pa dashur të hyj në aspektin politik. Ajo është çështje tjetër. Në aspekt politik ka shembull tek ne përfaqësues partive, të cilët janë në pushtet, që thot populli nuk din, a janë për të usha, a janë për të kajt, por mendoj që është kjo e dyta. Po, për arsye se kjo protestë është bipartiake, kur ka qenë UÇK-ja, 98-99, luftimit të drejtë për drejta, me që gjë që u kurorëzu me lirin, me pavarësinë e Kosovës, edhe pse UÇK-ja fillot e vetë e ka dhe më herët, këta parti politike, sot tek ne në vendin tonë, nuk kanë ekzistuar si akronime politike. Për atë arsye dhe nuk shoh arsye pse mos marrin pjesë. Nuk duhet protesta të përkrahet parimisht. Por duhet e realisht, esencialisht. Thua që ka edhe ndarje të shqiptarëve sa i përket kësaj proteste? Ka ndarje në dy tabore? Në aspektin e qytetarëve, shqiptarëve nuk mendoj që ka ndarje. Ndoshta mund të ketë disa që për politika ndoshta ditore duhen të duken pak më ndryshe, por në esencë nuk mendoj që qytetarët pajtohen me ata. Qytetarët janë me UÇK. Qytetarët janë me vlerat, janë për ta mbrojtur krenarinë, dinjitetin shqiptar. Pra thua që politikanët shqiptar mund të tregojnë një ndarje sa i përket edhe kësaj çështje. Ata do ta shohin me 13-in, por nuk duhet sipas me dhe sipas këshillit organizativ nuk duhet të ketë ndarje, për arsye se kjo protestë është puro shqiptare, është me agjend, me kauz kombëtare, nuk është as me agjend partijake, ditore, politike. Është për të kërkuar drejtësinë e hap për qytetarët tanë. Po, përmendët paraprakisht që keni njoftuar të gjitha institucionet e nevojshme në lidhje me organizimin e protestës, pra kanë përfunduar të gjitha këto procedurat dhe sa i përket marrjes së lejes për një protestë të tillë. Dëgjoj, do me thonë në aspekt formal juridik, ta shpjegoj një gjë. Po. Ne nuk marrim tubim, marrim protestë. Okej. Kur organizon protestë, nuk kërkohet leje për protestë, është një sens që është e garantuar me kushtetutë. Ne vetëm njoftojmë paraprakisht që do të organizohet një protestë. Një drejtë kushtetuese që kemi do ta zbatojmë. Dhe një drejtë kushtetuese nuk duhet kërkohet leje që të ta mundson, por vetëm ti njoftosh. Tjetër gjë është tubime, gara apo evenimente kulturore, artistike. Kjo është protestë. Protestarët kanë drejtë për çfarë do ta organizojnë protestën, ty të gjetë zëri. Jo vetëm për çështje. Po, e kemi të qartë, patjetër, por e dim që në disa raste kur edhe për protesta ku ndoshta shfrytëzohet ose mendohet që të organizohet diçka në ndonjë hapësirë që ndoshta edhe duhet leje, patjetër që duhet kryen edhe këto çështje, por ku do të filloj protesta, do të ketë marsh, si është planifikuar, cilat janë detajet? Protesta do të në aspekt se presim, do me thonë, shqiptar vinë nga gjitha trevat e botës shqiptare nga regioni, pikë takimi do të jetë sheshi Skënderber. Aty do të mblidhemi, aty do të protestojmë. Do me thonë, secili është në aspekt individual, secili qytetar, secili shqiptar, nga do që të vjen, pikë takim e kemi sheshin Skënderber, që do të fillon ora 13. Po, dihet se kush do të drejtohet masës, kush do të mbaj fjalem, janë zbuluar detajet? Skenari akoma nuk është përgatitur apo definuar, ditëve në vijim do të precizohet, varësisht edhe musafir që do të vinë, që do të na nderojnë me protestën, akoma është në përpunim pësipër, por nuk është i përfunduar. Po, zoti Dardishta, faleminderit shumë që na u bashkove në këtë bisedë në rreth rrotull. Faleminderit edhe juve për mundësitë që na i krijuat dhe na i dhat për të ndëgjuar edhe andej. Faleminderit shumë. Ishim në lidhje të drejtë për drejtë nga Shkupi me Bujar Dardishta nga Këshilli Organizator